Të mbeti dhjetë të jonë. Të lutem, hiqe telefonin, lutem. Atëherë që e seancën, palët janë pranishme dhe mungesi që relatuan me prezimin e qeles së seancën. Gjykata pasi mori në shqyrtim kërkesën për regjistrim dhe transmetim të seancës gjyqësore të çështjes oblig gjykimi. Kërkesat të bëra nga Padvicit e Jon, Lelia e gazetarit dhe mediat e identifikuara sipas kërkesave të depozitura në dosjen gjyqësore. Dhe pasi pyeti palët në proces ku palët pa ditur Rolsdado dhe personi tek Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk ka pranuar që çështja të regjistrohet. Duke marrë në konsiderat faktin se të gjitha seancat do të mbahen në regjistrim audio dhe video në mjetet e regjistrimit gjykatës dhe se palët gjyqësësi dhe të tretët kanë akses të plot për të njohur me përmbajtjen e tyre në kuadër parimit të transparencës, gjë e cila ashtu sikur se ka ndodhur edhe në seancën pararendse ku e gjithë seanca është transmetuar e plot në media dhe se publiku është njohur plotësisht me përmbajtjen e saj, si dhe faktin se prania e kamerave dhe mjeteve të regjistrimit ndikon në ecurinë normale të procesit, si dhe të drejtën për mbrojtjen e dhënave personale të palëve dhe personat pranishëm në këtë proces gjyqësor, në vlerësim të balancës të drejtave si përcituara në raport me natyrën e çështjes objekt gjykimi, bazuar në 13 dhe 14 vendimit numër 716 dhe 612/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor, gjykata vendos regjistrimin dhe transmetimin në pjesën të seancës gjyqësore, vetëm në pjesën e çeljes së seancës derisa të jepet ky vendim, si dhe në pjesën e seancës që sa herë gjykata do të jap vendime të ndërmjetme, jo përfundimtare apo vendime përfundimtare. Regjistrimi i kësaj pjese duhet bërë në mënyrë që kamerat të fiksojnë dhe të regjistrojnë pamje vetëm në drejtim të palës Padvice dhe në drejtim të gjykatës, jo ndaj palëve të tjera ndërgjyqësa apo personave të tjerë pranishëm në seancë. Ndaj pjesëve të tjera të seancës ndalohet në mënyrë kategorike regjistrimi dhe transmetimi në gjitha format e regjistrimit. Gazetarët apo punonjësit e medias mund të jenë pranishëm në sallë dhe të mbajnë shënime gjatë seancës, por nuk lejojnë të kryejnë regjistrime me mjete audio ose audiovizive për pjesët e seancës për cilat është ndaluar në mënyrë kategorike regjistrimi dhe transmetimi në gjitha format e regjistrimit. Mos respektimi i këtij vendimi ngarkon me përgjegjësi dhe penalitete sipas ligjit palët dhe personat e tjerë pranishëm në sallë gjykimit. Urdhërohet stafi i gjykatës të realizojë efektivisht zbatimin e këtij vendimi. Në këtë moment gjykata urdhëron që kamerat të fikën dhe të mos regjistrojnë asnjë pjesë nga kjo seancë në vim derisa siç u tha me vendim të ketë vendimarrje të ndërmjetme jo përfundimtare apo përfundimtare. Atëherë vijojmë në seancën. Bërja. Normal